Shpalljen e kuptojmë nëpërmjet të menduarit, e kuptojmë të paktën më mirë. Mirë po cilat janë, si me thonë, vlerat ose përparësitë ose veçoritë e shpalljes? Pyetje shumë interesante që realisht është bushti i temës tonë. Përderisa na po them shpallja, relevata, mesazhi i Zotit, ndryshe, atëherë edhe shohim që është i domosdoshëm që njeriu me kuptu tarmën e vet, se çka e pret edhe pas vdekjes, me kuptu atë që njihet si ringjallje, me kuptu, atëherë shpallja i ka shumë përfitime. Në mesin e përfitime para se ta përmendi, po kam dëshirë me përmend që shpallja edhe mendja, domethënë nuk bin ndesh mes vetë. Sepse komplet shpallja, ligji i Zotit, që ne i themi sheriati, jurisprudenca islame, është e varur në prej mendjes. Kur s'funksionon mendja, s'funksionon as shpallja. Nuk funksionon as ligji i Allahut xhaleshano. Një prej qëllimeve pse Zoti ka dërguar shpalljen është ka ardhur mi unifiku mendjet njerëzore, sepse mendjet njerëzore dallojnë, nuk janë në niveli. Nuk janë në niveli. Dhe Allah ka dërguar shpalljen mi ndihmu mendjes njerëzore. E para. E dyta, shpallja, nëpërmjet shpalljes është burimi i ri i informacionit, i cili nuk është i bazuar në ligje empirike ose ku ta diun, po është i bazuar në besimin e pastër në Zot. Domethënë është një burim tjetër që i ndihmon njeriu me hap në dritare 3 diapazonit apo konkretisht mendjes njerit. Pra është një burim i dytë i informacionit. E treta, shpallja ka ardhur që njeriu m'ia tregu rrugën. M'ia tregu rrugën të ardhmen e tij. Me tregu për ahiretin, për botën e përhershme. Pra, ka ardhur. Sepse Allahu xhaleshanu kur ka folur në Kur'an, thot para se Zoti me dërgu profetin Muhammed, i cili profet ja u ka lexu librin, Kur'anin njerëzve, i ka pastru ata në kuptimin e edukimit apo pastrimit mbrëmshëm shpirtëror të egos, thot njerëzit kanë qenë në një humbje sigurt. Domethënë, Zoti nuk e mohon se ata s'kan pas mend. Apo nuk ka funksionuar mendja atyre. Po pa shpallje thot Zoti ata kanë qenë devijim. Dhe ardhja e shpalljes, realisht se Zoti në Kur'an shpalljen e quajnë jetë. Realisht ne e kemi kuptuar që shpirti është jetë, po jetë në kuptimin e produktivitetit, edhe për mi kuptu njeriu synimet dhe qëllimet e veta, Allahu xhaleshanuhu shpalljen e quajnë jetë. Sepse si e till, Allahu i ka nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. I ka nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë, prej errësirës të ignorancës në dritën e Islamit.